Në Këshillin Bashkiak të Lezhës janë bashkuar këshilltarët e të majtës e të djathtos kundër prishjeve të ndërtimeve me argumentin se investimet publike rrezikojnë edhe disa biznese të ligjshme. Pronarët e këtyre objekteve që do të shpronësohen akuzojnë bashkinë e qeverinë për shëmbje selektive. Gjithë atë ndërtesë që kam 5 katëshe, marr 400 milion lekun. Unë 400 milion lek i kam mall aty dhe për këtë nuk përgjigjet kërkush fare. Në mbrojtje të këtyre pronarëve, krahas këshilltarëve të djathtë, dolën edhe këshilltarë të PS-s. Ka selektivitet. Kush ka pas ndikim Tiranë, ka bërë të mundur që të spostojë projektin. Kush nuk ka pas ndikim, projekti i ka shënja. Të gjitha projektet të cilat duhet të prishen pra ndërtesa, duhet të prishen për arsye të një projekti madhor Lezhë, të shpronësohen me vlerën reale të tregtit. Gjatë mbledhjes u vendosi paraqitja e një peticioni për mbrojtjen e sipërmarrjes private, ndërkohë që më herët Bashkia e Lezhë ka bërë me dije se tjetra objekte do të shpronësohen për t'i hapur rrugë ndërtimit të shëtitores së Drinit e aksit në hyrjen e qytetit.